Melanoma është forma më agresive e kancerit të lëkurës, e cila merr fillesën nga qelizat melanocitare, ose qeliza që japin pikërisht pigmentin lëkurës. Në vendin tonë, në së fundmi janë raportuar 75 raste të reja, një shifër që është e ulët nëse ne krahasojmë me rajonin, por duke patur parasysh se sa agresive është melanoma dhe tendencën e saj për të përhapur në organe jetike si mëlçia, mushkëria, koska apo edhe në kokë, kjo nuk është një shifër që duhet neglizhuar. Kuptoj që pyetja është kur duhet të shkoni te mjeku onkolog. Pacienti duhet të shkojë te mjeku onkolog kur keni një biopsi të një heqje të nishani që ka vërtetuar që keni melanom ose kur kemi një sëmundje të përhapur. Përqasja e parë është gjithmonë me mjekun dermatolog. Në fakt, ajo që rekomandohet është që në mënyrë të përvitshme duhet të bëni kontroll me dermatoskop, në mënyrë që të evidentohen nishanet e dyshimta dhe është mirë që këto nishanet e dyshimta jo vetëm të mbahen në monitorim, por eventualisht edhe të hiqen. Si çdo sëmundje onkologjike, edhe melanoma ka 4 stade të saj. Në stadet fillestare, zakonisht trajtimi është nëpërmjet kirurgjisë, pra ekscizioni, i cili duhet bërë nga një mjek kirurg, specialist për këto sëmundje, në mënyrë që pastrimi të bëhet në kufi të shëndosh onkologjik ose në kufi të pastër, të lirë nga sëmundja. Në stadet më të avancuara, pra të dyta, të treta dhe në stadin e 4, trajtimi pastaj është më i specializuar dhe përfshin imunoterapin ose terapinë e targetuar kur është vërtetuar që kemi praninë e një mutacioni gjenetik që ka shkaktuar këtë sëmundje. Në dekadën e fundit janë bërë shumë përparime për sa i përket trajtimit të melanomës. Dikur kjo sëmundje trajtohej vetëm me kemioterapi ose me interferon, por rezultatet nuk ishin shumë efikase ose të qëndrueshme, ndaj lindi nevoja nëpërmjet studimeve të ndryshme klinike të bëra në popullat të futjes së medikamenteve më të reja dhe drejt të shkuarjes së një trajtimi më preciz dhe më të personalizuar. Melanoma trajtohet me imunoterapi ose me terapi të targetuar dhe e vërtetuar nga studimet klinike që mbjetesa e përgjithshme këtyre pacientëve kur trajtohen me këtë terapi është realisht mbreslënse. Pra rezultatet që kanë dalë tregojnë një mbjetesë edhe te pacienti në një stad të 4 mbi 6 vite ose deri dhe në zhdukje të metastazave në distancë. Këshilla ime është së pari mos keni frikë dhe mos e neglizhoni veten tuaj. Një kontroll i përvitshëm te mjeku dermatolog me dermatoskop mund të ndihmojë në diagnostikim të hershëm. Mos anëshkaloni një kontroll rutinë i cili mund t'ju shpëtojë jetën.